Mjekja e njohur do ju befasoj. Nga sot pini një lugë vaj ulliriesë dhe shikoni çfarë ndodh. Vaji i ullirit është pa diskutim mbreti i tërheqës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai e përmban fenole sterile, acide yndyrore si acidi lineolik dhe palmitik, acidi oleik dhe yndyrna esenciale për shëndetin e mirë, duke qenë se është lehtësisht i tretshëm. Vajin e ullirit ju mund ta konsumoni në gjedhra, në sallata, por a e dini se çfarë ndodh nëse pini të paktën një lugë gjedhe vaj ulliri çdo ditë me stomakun bosh? Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies, ose edhe keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk, të pini një lugë gjedhe me vaj ulliri me stomakun bosh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Acidet yndyrore të vajit të ullirit, gjithashtu dhe vitaminat e tij të shumta, mbrojnë qeliza dhe përmirësojnë funksionet e sistemit imunitar. Do të përmirësoni edhe fytyrën e thatë, trajtoni aknet dhe gjithashtu flokët. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në ritualin tuaj të përkujdesit të bukurisë, sidomos nëse ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazh i thjeshtë me pak vaj ulliri ose i kombinuar me të verdhën e vezës, pure karrote dhe vaj kokosi, dhe fytyra juaj do të marrë shkëlqimin e munguar. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione parësore, metabolizon të gjitha elementet ushqimor siç janë yndyrnat, proteinat, karbohidratet, vitaminat, kriprat e minerale e të tjera. Prodhon substanca për të përthithur vitaminën K, ndihmon në përthithjen e vitaminës A dhe beta-karoten, prodhon enzima për të tretur ushqimin, funksionon si detoksifikues për të larguar lëndët toksike që janë marrë nga ushqimet ose janë prodhuar edhe nga aparati tretës. Në këtë video do ju citojmë si duhet ta përdorni atë për nevojë të detoksit. Përzieni një lugë gjedhe vaj ulliri me një lugë gjedhe me lëng limoni. Më pas e pini esëll çdo mëngjes. Kjo do të jetë një mundësi e shkëlqyer për shëndetin tuaj të mëlçisë, në përmirësimin e funksioneve të saj dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të njëpasnjëshme. Vaji i ullirit. Asesi nuk duhet të mungojë në regjimin ushqimor të prekurve nga diabeti. Madje sipas mjekëve, ai duhet të konsumohet edhe si një zgjidhje mjaft e mirë për dietën tuaj. I kombinuar në sallata, ai mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë balancuese kundër luhatjeve të sheqerit, por është e rëndësishme që nëse jeni duke marrë medikamente për trajtimin e diabetit të tregoheni të kujdesshëm me përdorimin e vajit të ullirit. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale në mbrojtjen e shëndetit. Njihet për efektet pozitive në zemër, por mrekullia që ai bën shkon përtej kësaj. Dhe sipas Brightside në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i vajit të ullirit. Përmirëson dukjen e lëkurës suaj. Vaji i ullirit është një opsion shumë i mirë thelbësor në produktet e kozmetikës. Redukton skuqjen, enjtjen dhe ngadalëson edhe shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben gjithashtu si një dezinfektues natyral, i cili mund të japë rezultate fantastike në çështjen tuaj shëndetësore dhe të lehtësojë gjithashtu edhe problemet e tij. Nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e vajit të ullirit, atëherë shtojeni atë me patjetër në dietën tuaj. Vaji i ullirit do ju ndihmojë në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se një dietë mesdhetare, e cila është e pasur me vaj ulliri, ka edhe një efekt pozitiv gjithashtu edhe për shëndetin tuaj, duke përmirësuar peshën tuaj. Një studim 3 vjeçar që morën pjesë të paktën 180 persona tregoi se personat që e kombinonin në vajin e ullirit në dietën e tyre patën gjithashtu edhe efekte mjaft të mira lehtësuese kundër kilogramëve të tepërt. Ndaj përdorimi i vajit të ullirit në këtë aspekt mund të jetë një zgjedhje mjaft e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve.
Vaji i ullirit është një element pozitiv gjithashtu edhe për shëndetin e trurit. Vaji i ullirit dhe konsumi i tij rregull do të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë gjithashtu edhe sëmundjen e Alzheimerit. Ndaj, konsumi i vajit të ullirit në dietën tuaj me pak yndyrë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve, të cilat do të sjellin rezultate fantastike kundër këtyre ndikimeve të rënda. Është e rëndësishme që vaji i ullirit mund të përdoret në dietën tuaj edhe si një zvogëlues i inflamacioneve. Vaji i ullirit është një aleat i vërtet i organizmit tuaj, pasi mund të japë rezultate fantastike në luftën kundër inflamacioneve dhe zvogëlimin e tyre. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe me ushqime të tjera të pasura me acide yndyrore omega-3 do të zvogëlojë ndjeshëm aciditetin e tyre në organizëm. Nga ana tjetër do të përmirësojë gjithashtu edhe jetën e personave të cilët të vuajnë nga inflamacioni. Ndaj, përdorime të tilla vaji i ullirit mund t'i japë si një zgjidhje mjaft e mirë edhe kundër inflamacioneve. Vaji i ullirit është një aleat shumë i mirë edhe kundër komplikacioneve të organizmit, duke e renditur atë edhe si një përmirësues mjaft efektiv për shëndetin tuaj të zorrve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj të zorrve, atëherë vaji i ullirit mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja. Të paktën një lugë gjedhe vaj ulliri çdo ditë mund të jetë një aleat i çmuar për shëndetin tuaj të zorrve edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthy Side. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin e zorrve dhe të lehtësoheni nga këto komplikacione, përdoreni rregullisht në dietën tuaj vajin e ullirit. Një lugë gjedhe vaj ulliri çdo mëngjes është një produkt fantastik në luftën kundër problemeve të konstipacionit, pasi sa më shumë element lehtësues të merrni në dietën tuaj, aq më të lehtë do ta keni mbajtjen nën kontroll të problemeve të konstipacionit. Vaji i ullirit është pa diskutim një produkt të cilit janë thurur shumë lavë dhe ndërshekuj dhe kjo edhe plot me të drejtë. Çdo popullat në botë ka bazuar ushqyerjen e saj tek vaji i ullirit dhe ka pasur shëndet më të mirë të popullatës. Gjithashtu, e njëjta gjë vlen edhe për personat që e përdorin vajin e ullirit. Vaji i ullirit mund të kombinohet në mënyra nga më të shëndetshmet dhe në përzierje me ushqime të ndryshme. Të dhënat e ndryshme sugjerojnë se vaji i ullirit kombinohet mjaft mirë me ushqyesi dhe përbërësit e ndryshëm të sallatave, po kështu vaji i ullirit do të ulë tensionin e gjakut dhe mbron gjithashtu edhe shëndetin tuaj. Nëse vajin e ullirit e përdorni për marinim dhe gatimin e mishit, atëherë atij do t'i shtohet edhe një veti e mirë antioksiduese që do të largojë kështu kimikate të dëmshme dhe do ta mbajë organizmin tuaj në gjendje më të mirë. Nëse vajin e ullirit e kombinoni vazhdimisht në dietën tuaj me perime, atëherë do të përfitoni doza të fuqishme të antioksidantëve në mbrojtjen e organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Autoritetet për sigurinë shëndetësore në Bashkimin Evropian kanë pranuar rëndësinë e antioksidantëve të vajit të ullirit në betejën kundër një sër komplikacionesh, duke e cilësuar vajin e ullirit si një produkt fantastik edhe për shëndetin e zemrës. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e tij, sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja. Të paktën një lugë gjedhe vaj ulliri e sot në mëngjes do të shndrohet në aleatin tuaj më të mirë në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni ta përdorni si duhet dhe brenda nevojës së duhur në mënyrë që vlerat të jenë të plota dhe gjithashtu të mbani larg komplikacionet e shëndetit. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose i ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative të tyre në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.